Gjykata themelore në Prishtinë I ka dënuar të martën me burgim të përjetshëm Naim Murselin dhe Granit Plavën, ndërsa kushtrim Kokallën me 30 vjet burgim për vrasjen e Liridona Ademajt më 29 tetori të vitit 2023. Në fjalët përfundimtare në gjyqin ndaj tyre, prokuroria ka kërkuar burgim të përjetshëm për ta, duke pretenduar se vrasja e 30 vjeçares, bashkëshorte e Murselit, ishte kryer në mënyrë të planifikuar. Duke kundërshtuar akuzat e prokurorisë, avokatët e të akuzuarve thanë se nuk ka prova të drejtpërdrejta se Murseli, Plava dhe Kokalla kanë kryer veprat penale. Vëllai I Liridona Ademajt ka kërkuar burgim të përjetshëm për Murselin, Kokallën dhe Plavën, duke thënë se vrasja ishte e organizuar nga të akuzuarit dhe e ka lënë familjen në dhimbje të madhe. Në të dy deklarimet për akuzat që e ngarkojnë, Murseli ka mohuar fajsim për vrasjen e Liridona Ademajt, duke thënë se nuk ka paguar, porositur apo ndihmuar në vrasjen e bashkëshortes së tij. Ai pretendon se natën kritike, familja ishte përballur me një grabitje dhe se ai nuk ka qenë në vetur në momentin e vrasjes, duke I quajtur çdo akuzë ndaj tij si të pavërtetë. Ndërsa Pjava nuk ka pranuar të deklarohet rreth fajsisë, por gjatë dëshmisë së tij, ai ka thënë se veprimet I kishte bërë sipas marrëveshjes me Murselin, që ky vetëm ta merrte përgjegjësinë për rastin. Ai pretendon se në momentin kritik vetëm dëgjoi krismon dhe më pas u tha të largohej nga vendi I ngjarjes, bashkë me armën që ishte kryer vrasja, duke pohuar se më pas kishte ikur me shpejtësi. Kurse Kokalla, që fillimisht kishte pranuar të deklarohej, më vonë gjatë shqyrtimit ishte deklaruar I pafajshëm për rastin. Gjatë dëshmisë së tij, ai ka mohuar përfshirje në krim, duke theksuar se për ngjarjen kishte mosuar fillimisht nga mediat. Mbrëmjen e 29 tetorit të 2023-s, Liridona Ademajt u vra në një rrugë në